Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Po fillojmë emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Shikues të nderuar, mirëmbrëma. Jeni me emisionin Fjala dhe Faktet në kuadër të Hisari Online. Sonte kemi për mysafir një veprimtar të shquar të çështjes kombëtare, një luftetar të lirisë dhe një personalitet me vlerat e larta kombëtare. Fjala është për General Gzim Hazrollin. Zoti General Hazrolli, mirë se erdhët në emisionin tonë. Mirë su gjeta, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi t'ju kemi në studion tonë. Fillimisht dua një pyetje kështu t'ua bëj pak a shumë që flet për karrierën tuaj, domethënë në profilin tuaj. Në fakt, cili është General Gzim Hazrolli? I lindur në Bajnë Malishevës. Shkollimin fillor e kam përfundu në vendlindje, shkollimin e mesëm dhe akademinë ushtarake në Zagreb, Kroaci dhe Beograd në atë kohë. Dhe pas kësaj, me zhvillimet e kohës, në thotë vitin 91, në fond vitit 91, me të gjitha ato ngjarje që kanë ndodhur në ish Jugosllavi me fillimin e luftës në Sloveni dhe Kroaci, unë jam largu nga ish armata në atë kohë dhe kam fillu faktikisht aktivitetin tim në ilegalen e kohës atëherë. Por pas një viti, filluan ngjarjet marrin një hub tjetër, filloi jeta tjetër faktikisht jo e lehtë për të vepruar dhe mu kërku në fund vitit 93, pas shumë burgosjeve që ndodhen në atë kohë, të largohem nga Kosova për një kohë dhe jam largu në Gjermani. Në Gjermani kam qëndru, kam vepru faktikisht, kam pas edhe një pjesë familjes atje. Dhe ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme që të lidhem me adhetar të kohës në atë periudhë që vepronin në Gjermani, si Femilla Drovsi, Abedin Rexha, Ilas Kodra e shumë adhetarë të tjerë, ku filluan faktikisht përgatitjet për atë që pritej në Kosovë, sepse dijej pas zhvillimeve që ndodhen në Sloveni, Kroaci dhe Bosnjë, do të dijej shumë mirë që do t'i vijë radha dhe Kosovës. Dhe pas ngjarjeve të Marsit në Prekaz, pas rrahjes komandantit legjendar të Mjosharit dhe familjes së tij, kemi filluar përgatitje dhe kam lëviz prej Gjermanisë për Prishtinë që t'i bashkohem luftës. Për Shqipëri. Dhe përmes Shqipërisë, pasi bom organizimet faktikisht të nevojshme, rekrutimin e ushtarëve dhe trajnimin ose servitjen e tyre, me rreth 140 ushtarë, kemi marshu me 28 nëntor, do të thotë një datë simbolike, por edhe veçantë edhe për neve, një marsh të asaj kohë, do të thotë në Borën e Madhe, në Acarin e Madh. Bora do të thotë ishte deri 1,5 metra, kemi marshuar për 58 orë për të hyrë në Kosovë për t'i bashkangjit faktikisht brigadës 123. Është një marsh që duhet flitet shumë, me siguri që do t'i vi koha, sepse në analet e historisë ushtarake, pa ka marshe të tilla që njihen, dhe me suksese të tilla për të kalu shumë pengesa, ose pritat që i kemi pas në Kushtin të Hasit, por për fat mirë kemi depërtu dhe kemi arë pa humbje të mëdha faktikisht në Breshans të Suarikës. Zoti General Hazrolli, ju fillimisht kur u kyçet në Ushtrinë Shqiptare të Kosovës, duke qenë edhe një ushtarak me profesion, ju morët edhe pozita. Mes tjera që keni pasën edhe pozitën e komandantit e brigadës 123 të zonës operative të Pashtrikut të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës. A mund ta përshkruani, për aq sa mund ta përshkruani, me pika të shkruta aktivitetin e kësaj brigade derisa e komandanit ju? Faleminderit shumë. Për të folur për brigadën 123 duhet ndoshta një emision pak më i gjatë edhe i veçantë, por siç kërkuat po shpalos disa prej ngjarjeve ndoshta më të rëndësishme, po mbi të gjitha thjesht dua mos i metem barç asnjë aktiviteti faktikisht të rëndësishëm të historikut të brigadës 123, që mendoj që do t'i vi koha që shpaloset në detaje gjithë veprimtaria luftarake, po mbi të gjitha gjithë ai mund, ajo sakrificë dhe ai gjak i derdhur i djemve dhe vajzave të
të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në rajonin e Soaregës, por dua të filloj nga ajo ka qenë me të vërtet një krenari që të luftohet, një krenari që të kem bashkëluftar shumë heroj të Kosovës sot, po mbi të gjitha dhe shumë figura që udhëheqin dhe kanë udhëheq faktikisht me dikasere shumë të rëndësishme edhe pas luftës. Unë pata fatin që, si që përmendet vitin Mbreshanc të Soaregës, ku ka qenë komanda brigadës 123, me të gjitha dhe bashkëluftarët që erdhën, gjetëm një organizim të jashtëzakonshëm për kohën, sepse ushtria qëllimtare e Kosovës kishte psu faktikisht disa vështirësi të kohës pas ofanzivës parë që quhej, pas ofanzivës shtatorit, por mbi të gjitha do të thotë kishte një organizim të atyre kapaciteteve që kanë qenë dhe me arritjen tonë pas një rehabilitimi sepse kishim ushtarë dhe që kishin ngrirje parciale për rrugës, kemi pas faktikisht amputime të vogla, dhe filluam faktikisht që të njohim terrenin, të fillojmë organizimet faktikisht në fshatra, të fillojmë ndërtimin e kapaciteteve të brigadës 123, batalioneve, kompanive, togjeve, skuadrave, dhe mos lëmë do të thotë asnjë pjesë pa prekur dhe të mbulojmë gjithë territorin. Për një kohë shumë të shkurtër, dhe për fat mirë kishim disa ditë ose një kohë të shkurtër që të riorganizoheshim, ne kemi arrit kapacitetet jashtëzakonshme, kemi arrit faktikisht numrin mbi 2000 luftëtarë, jo të gjithë të armatosur, por me një vullnet të jashtëzakonshëm, po mbi të gjitha ndërtuam strukturën faktikisht të brigadës dhe kishim një mundësi të jashtëzakonshme që të fillojmë dhe të mbulojmë gjitha ato zbrastira ku mund të kërcënoheshim do të thotë prej armikut serb. Organizimi i brigadës do të thotë siç e dini është bërë me 2 batalione në rajonin e përgjithshëm do të thotë nishor, fshatrat tjera Peçan, Semetisht, Dabërdelan, Samadraj dhe fshatrat tjera për rreth, dhe një batalion e kemi pas ka pjesa e Budakovës. Do të ka qenë një territor që spaku në bazë të shtrirjes gjeografike ka qenë ndër territoret më të mëdha që kanë mbuluar një brigadë e ushtrisë qëllimtare të Kosovës dhe ka qenë ndër brigadat më të mëdha me numër. Në këtë aspekt ka pasur specifikat e veta për shkak të komunikacionit Prizren, Soareg, Prishtinë, që jemi shkputur do të thotë me batalionet, me batalionin e parë dhe dytë në rajonin e Semetishtit, Studentçanit dhe Samadraj batalionin e dytë, dhe batalionin e tretë do të thotë kemi pas ka pjesa e Budakovës që ka qenë jo e lehtë edhe komunikimi, po edhe bashkëveprimi faktikisht i kohës, po mendoj që kemi tregu një organizim të mirëfillt që nuk kemi pas asnjëherë do të thotë probleme të aspektit të mbështetjes logjistike, po edhe të aspektit të ndërveprimit të kapaciteteve që kanë qenë në atë pjesë. Me që e përmendet aktivitetin e brigadës 123 dhe të gjitha ato sfidat me cilat u ballafaquat ju, duke qenë komandant i kësaj brigade, jeni një emër i njohur sidomos me betejën e Semetishtit. Dua të flas para se të bëj pyetje diçka që kam pas informacione, duke qenë edhe në atë kohë në gazetare lufte, se vetë famkeqi Vojislav Šešelj në parlamentin e Serbisë pa deklaruar se dikun mbi 46 ushtar serb kanë humbur jetën në ballafaqim me forcat e ushtrisë qëllimtare të Kosovës, pikërisht në betejën e Semetishtit, të cilën ju e komandoni. A mund ta përshkruani zhvillimin e kësaj bisede pak? Po, faleminderit mas pari që u kthyet aty ku ndoshta është kulminacioni i veprimeve luftarake të brigadës 123, dhe me rolin tuaj që keni pas të rëndësishëm të kohës për informimin e popullatës, po edhe për një memorie historike faktikisht të luftës që e vlerësoj. Jemi faktikisht në aspektin e luftimeve frontale, siç përmendet do thotë 3 batalioneve dhe të njësive tjera pranë shtabore që kanë qenë të brigadës 123, në një momentum kur thjesht duhej të gjindej energjia dhe forca që mos lejoj armiku faktikisht na dëbërtonte për shkak që kishim një numër të madh të popullatës, siç e dini, në Pagarush po dhe fshatra tjera. Por mbi të gjitha ishte edhe ai momentumi faktikisht i veprimeve luftarake që ushtrisë serbe, po gjitha njësive paramilitare që vepronin në atë kohë,
t'ju dëshmonim që ushtria qeverimtare e Kosovës ka kapacitete, ka vullnet dhe ka moral që të qëndroj dhe mos lëshoj asnjë pjesë territor. Betejë e Semetishit është një ndër betejat faktikisht më të njohura, nuk u shfol shumë deri tani, me arsye të caktuara, por kemi argumente të bollshme që një ditë do të shkruhet me të gjitha detajet e saj. Është një betejë që ka zgjatur mbi 8 ditë, duke filluar me veprimet e armikut pas fillimit të sulmeve të NATO-s me 24 mars 99-s, në vijën e parë, para mes Slapozhanit dhe Peçanit, Trushëllazit deri te pjesa e grabit të Studençanit. Dhe me një goditje shumë të fortë që kemi pas në ditën e parë, është dashur të tërhiqemi në pjesën pas Peçanit ose mbi Peçan të arrat e Peçanit që quhen, por edhe aty kemi pas thjesht një goditje shumë madhe prej pjesëve, prej pjesëve të Slapozhanit, pjesëve tjera të Suarikës, por me goditje të artillerisë prej Novakës edhe pjesëve shumë tjera që mos të marr kohë shumë që të përshkruaj detajet. Dhe na është dashur edhe me disa ramje të bashkëluftarëve tonë në atë pjesë, kemi bani veprim faktikisht të kalimit në vijën e tretë që ka qenë e përgatitur që më herët, që ka qenë te Semetishti ose te Emiravit të Semetishtit, ku është lidh vija, aty ka qenë mesi me grabin dhe Gallushën. E Studençanit dhe Gallushën faktikisht pikën 00 deri në vllaz tjetër. Domethënë ka qenë një vijë tërë mbi 10 kilometra, vijë frontale, që është qëndruar për 6 ditë. Për 6 ditë pa lëvizur fare asnjë pjesë. Dhe unë jam shumë i sigurt që në atë pozicion, po mos kishim faktikisht rrezikun nga mrapa, nga brigadat tjera faktikisht që kishin luftime edhe ato, ne do të qëndronim pa lëkundur edhe me muaj të tërë aty. Jam shumë i sigurt me vullnetin dhe moralin që është arrit te bashkëluftarët. Thuhet në shumë tregime që është luftu dhe është këndu. Me të vërtetë aty është këndu. Është këndu tër ditën pa nal dhe ka pas raste që mund t'i përshkruajmë me pozita të sakta dhe që janë bashkëluftarë gjallë, që nuk po tregoj diçka vetëm që të hiperbolizojmë faktikisht atë luftë, por është luftu deri në 6 metra. Te Emiravit, do të thotë saksisht në 6 metra është luftu për orë të tëra, derisa kemi shkatruar gjithë arsenalin e forcave serbe në ditë. Dhe kjo që e përmendët, që mos të haroj aty ku nis pyetjen, Shesheli ka treguar për ditën e 29-30 marsit, ku për atë ditë faktikisht ka thonë që kemi pas mbi 46 ushtar humbje. Dhe në atë kohë, në komunikimet e kohës, ata kanë tregu ose kanë dyshu që kemi edhe mercenarë aty, për shkak unë kam pas disa komandant të vijave, të nivelit komanduese, të komandant batalionëve që kanë folë gjuhën gjermane, dhe ne ko pas kohë kemi komunikuar në gjuhën gjermane, dhe ata kanë mendu faktikisht që ka dhe luftëtar të huaj ose ka mercenar faktikisht aty, dhe kanë pas një frikë të jashtëzakonshme. Po, faktikisht mund të them që ata humbjet i kanë pas me 10 më shumë se sa ne që kemi humb luftarë në ato ditë. A mund t'i përmeni disa prej dëshmorëve të asaj dite? Po, faktikisht janë ose jemi në këto ditë faktikisht që kemi humb bashkëluftar që shumica prej tyre edhe nuk janë të Suarikës, fillu nga Milazim Kiçina, Enver Bityçi, Rambi Tyçi, Haxhi Haxhaj, mbi të gjitha ka edhe shumë luftarë që kanë ra faktikisht edhe në pjesë tjera, po Xhavit Syla? Xhavit Sylaj, patjetër. Kemi kulminacionin e humbjes që ka pas një ndjenjë të jashtëzakonshme, ka qenë pikërisht sot para 27 vjetë, ramja e ushtar kavajës Indrit Carës. Indrit Cara ka qenë një figurë e jashtëzakonshme, një figurë që ngërthen e veten një model të jashtëzakonshëm të luftarit, që ka lanë Londrën dhe është bashkangjit luftës ushtrisë qëllimtare të Kosovës përmes Shqipërisë që ka ardhur, ka shkuar në familje, ka taku prindën mas 6 viteve
krejt me 5 orë, 6 orë, faktikisht si që tregon të Xhaluli ndjes pas baba i Indrit Sarës. Dhe ju ka thënë prindët që po shkoj faktikisht si gazetar deri afër kufirit që të ndihmoj forcat aleate ose disa pjesëtar të OSB-s në atë kohë dhe u shfut në luftë. Indrit Sara nuk ka qenë i sistemum brigadën tonë. Indrit Sara një ditë më herët thjesht ka ardhur për të ndihmuar faktikisht luftimet në betejën e Semetishit dhe ka pas fatin faktikisht që goditet nga granata dhe ka ndru jetë ose ka rënë në gallush. Me sa kam informacione, ju keni një ndjesi të veçantë për Indrit Sarën. A keni ndonjë gjë interesante për të na thonë lidhur me këtë? Po, prof. Indrit Sara, si që thash, është një model i jashtëzakonshëm që mendoj që duhet mësohet në shkollat ushtarake. Duhet mësohet faktikisht një figurë e tillë e jashtëzakonshme mbi të gjitha, një figurë që ngërthen në vete, do të thotë që ka përfundu shkollën Skënderbeu, ka qenë i Skënderbegas faktikisht i kohës. Do thotë një figurë e ngjashme me jetën time që kam kalu, edhe Indriti faktikisht që ka dashur të largohet në Gërbet faktikisht ngjashëm sikur mund atë kohë. Po mbi të gjitha, do të thotë atë ditë kur ka ardhur, ku kam taku faktikisht Indritin dhe i kam dhënë detyra, unë se kam ditë kush është Indriti. Në fakt e kam kuptuar më vonë, po thjesht takimi i parë me to dhe diskutimi faktikisht i shkurt dhe përshkrimi faktikisht i veprimeve luftarake dhe dhënia e detyrës që shkoj të ndihmoj pjesën e gallushës, ka qenë do të thotë një marrje një detyrës faktikisht prej ushtaraku dhe ka qenë një ndihmëse jashtëzakonshme pjesës ku kemi qenë sepse gallusha ka qenë e goditur pa ndërprej, edhe prej artillerisë, po faktikisht edhe prej shumë njësive të komisarisë, të njësive speciale faktikisht të brigadës 549 të ushtrisë serbe, po mbi të gjitha ka qenë një vullnet i jashtëzakonshëm për luftarë që kanë qenë atë pjesë. Dhe në kontekst kësaj për mua po është një prej figurave të veçanta të ushtrisë ligjore të Kosovës, një dëshmor faktikisht, siç e thash, i modelit të veçantë, por mbi të gjitha edhe një dëshmor që ka lënë jetë faktikisht të ndërtuar jashtëzakonisht nivelit lartë në Londër dhe ka ardhur do të thotë i bashkëngjitet luftës dhe mbi atë faktikisht unë kam pas një lidhje emocionale me figurën e tij dhe kam pagzu djalin e parë ose djalin e madh që më ka lindë faktikisht me emrin e tij. E gëzoftë emrin djalin. Faleminderit shumë. General Hazrolli, pas luftës ju vazhduat jetën për një ushtaraku. Fillimisht në trupat mbrojtëse të Kosovës dhe pastaj deri në pozitën e zëvendës komandantit e forcës sigurisë së Kosovës. Si e përshkruani ecurinë e zhvillimit të forcës sigurisë së Kosovës përkatësisht deri në marrjen e statusit të një ushtrie? Me përfundimin e luftës ka qenë një fazë jo lehtë, një fazë ku thjesht aktiviteti kryesor na është dashur ndihmës së popullatës që të risistemohet. Do gjithë ai numër i njerëzve që patën dalë prej Kosovës gjatë gjithë kohës së luftimeve, një numër i madh, ndoshta mbi 80% i shtëpive të shkatruara, një ndjeshmëri e jashtëzakonshme, do të thotë çdo luftëtar ka pasur familjar që është dashur faktikisht të merret me ta. Dhe ka qenë një ndjeshmëri e jashtëzakonshme e secilit prej neve, tentojmë të bëjmë sa më shumë që të ndihmojmë popullatën t'i kthehen jetës. Siç e dini, në ditët e para pas luftës, ne kemi organizuar me fillimin e jetës në Suarek, kemi organizuar kuzhinën ushtarake në fabrikën ose kuzhinën e fabrikës Ballkan. Ne kemi organizuar faktikisht që ushtarët kanë gatuar për të gjithë ata që janë kthy. Deri në 2000 racione ose mbi 2000 racione kemi shërbyer faktikisht në ditë. Ka qenë atëherë ndjeshmëria shumë e madhe për shkak kërkesës së marrëveshjes që ka qenë të demilitarizimit të ushtrisë ligjore të Kosovës. Shumë prej djemve dhe vajzave faktikisht që kanë dashur me shpirt ose që kanë dalë prej luftës, kemi qenë të obliguar faktikisht të dorëzojmë armët dhe pajisjet dhe t'i kthehemi jetës. Dhe me marrëveshjen për transformimin e UÇK-s në TMK, do të një numër
shumë i madh, ose ma mirë me thoni 5% e tyre kanë gjetë vendin faktikisht strukturat e trupave mbrojtëse të Kosovës. Ka qenë një ndjeshmëri e kohës, jo kohë e lehtë, që t'ju thuhet njerëzve që nuk kemi mundësi faktikisht të sistemojmë gjithë. Por kemi marrë obligimet që të krijojmë trupat mbrojtëse të Kosovës, është kriju brigada në Suare këtu me 52 veta në atë kohë faktikisht për i gjithë atij numrit të luftëtarëve. Atëherë ka qenë një obligim i jashtëzakonshëm që të ndërtojmë faktikisht kapacitetet me atë strukturë të vogël, dhe kemi marrë obligime shumë të mëdha, do të thotë me një mbështetje ose logjistik fare të kohës, pa pagesë në kohën më njëherë pas luftës, dhe ka pas një vullnet të jashtëzakonshëm të djemë dhe vajza faktikisht që të krijohet ajo strukturë. Një strukturë që ka garantuar krimin e një ushtrie më vonë. Unë kam qenë spari emërum si komandant i brigadës në Suare të TMK-s. Atëherë nëntor të 2000-s jam emëruar komandant i qendrës së shërbimit të doktrinës në Shec. Kam shërby për një vit deri në nëntor të 2000-s. Nëntor 2000-s kam marrë detyrën e komandantit të logjistikës të trupave mbrojtëse të Kosovës në Prishtinë. Atëherë në 2003 jam emëruar zavans komandant i komandës trajnimit dhe doktrinës nivel të FSK-s. Dhe kështu kam vazhduar deri në përfundim të trupave mbrojtëse të Kosovës. Me transformimin e trupave mbrojtëse të Kosovës në Forcën e Sigurisë të Kosovës, kam marrë detyrën e shefit shtabit të Forcës Toksore të FSK-s. 2011 jam emëruar zavans komandant i Forcës Toksore. Në 2015 kam qenë ushtrues detyrë i komandantit të Forcës Toksore, njëkohësisht edhe zavans komandant i Forcës Toksore. Dhe në 2018 me aprovimin faktikisht të ligjeve të reja, me mandat të plot ushtarak ose me detyrë të mbrojtjes së sovranitetit dhe integritetit territorial të Kosovës, siç ka edhe çdo ushtri e shteteve perëndimore, thjesht ne kemi marrë obligime dhe detyra të reja dhe kam vazhduar atëherë me detyrë në Ministrinë e Mbrojtjes si drejtori i operacioneve në Ministrinë e Mbrojtjes dhe prej 2019-s jam emëruar drejtor i drejtorisë për inteligjencë dhe siguri të në Ministrinë e Mbrojtjes dhe për FSK-n. Kjo detyrë pikërisht edhe ju gjeti deri në momentin e pensionimit tuaj. Por para se dalmi te kjo fazë, kam edhe një pyetje kështu që mbase e kaluam, por jo e harruar. Me sa kam informacione, duke përqenë edhe njëkohësisht edhe okular në ngjarjet e zhvilluara të kohës, duket se e vetmi qytet i çliruar para se të hyjnë trupat e KFOR-it është Suareka në Kosovë. A mund të na tregoni çfarë ndodhi atë ditë, pse nuk i pritët trupat e KFOR-it? Ka qenë një koordinim nivel të shtabit përgjithshëm, që të jemi syqel dhe të marrim të gjitha masat për mbrojtjen edhe të ushtarëve dhe të popullatës në veprimet luftarake të atyre ditëve, sepse ka qenë fundi i luftës dhe çdo dëmtim faktikisht ka qenë një humbje shumë e madhe. Por mbi të gjitha me komandant Drinin në atë kohë, bëm planifikimet e duhura që ai të lëviz, do të thotë prej isha me shtab në atë kohë në Kravarsari. Të lëviz në Kabash, ku ishte batalioni i brigadës 125, dhe në të njëjtën kohë ai faktikisht me trupat të organizoi trupat e njësive të UÇK-s dhe të futën në Prizren dhe ne të futemi në Suarek. Për shkak një ngjarje që ndodhet, patëm faktikisht një rast me një prit dhe atyre nuk ju shkoi faktikisht atë ditë që të lëvizin për Prizren, unë ndërmora veprimet e duhura dhe u futëm në Suarek. Do thotë ishte dita 13 qershorit, që sot është edhe festohet dita e çlirimit të Suarekës. Dhe për fat mirë, po, ne morëm të gjitha veprimet që mos lejojmë asnjë gjë të lëvizet prej Suarekës. Do të ishte dita kur filluan edhe forcat gjermane, edhe pse filluan një ditë përpara prej Shqipërisë që të futen brenda, po edhe forcat e KFOR-it italian dhe disa forca tjera filluan, ne veç ishim në Suarek. Ne faktikisht filluam me kontrollum Suarekën dhe vendosëm faktikisht gjitha kapacitetet tona që mos dëmtohet dikush prej popullatës. Ka shumë detaje që mendoj me kohën do t'i shpalosim, por po, Suareka është qyteti
i vetëm i shliru me luftë faktikisht, ose më mirë me thonë qyteti që forcët UÇK-s janë fut faktikisht para se të futet KFOR-i, po mbi të gjitha mos lejojnë forcat serbe që të bëjnë dëmtimet faktikisht ose shkatrimet dhe vrasjet që kanë bënë në tërheqje e sipër faktikisht. Zoti General, në kuadër të aktiviteteve të juaja për ngritjen e kapaciteteve të forcës së sigurisë, keni realizuar edhe trajnime të ndryshme, qoftë në bashkëpunim me forcat e NATO-s apo me shtetet mike të Kosovës. A mund të na tregoni ju personalisht, a keni pas kësi përvoja të trajnimeve të ndryshme dhe ku keni qenë? Ne kemi qenë me fat që kemi pas partner shumë serioz, duke fillu prej Shtetet Bashkuara të Amerikës si partneri strategjik faktikisht që kemi edhe sot dhe kësaj dite, po edhe shtetet tjera faktikisht Britania, Gjermania, Kroacia, Turqia dhe shumë shtete tjera dhe shteti shqiptar ose ushtria shqiptare, që na kanë ofruar faktikisht vende për të dërgu në oficerët tonë për shkollime ushtarake. Sot jemi me fat që kemi marrëveshje bilaterale me këto shtete që i përmenda dhe me shumë shtete tjera, deri në Jordani faktikisht, që kemi mundësi të dërgojmë në oficerët tonë në shkollimet më prestigjioze, siç është Akademia Mbretërore Sandhurst në Britaninë të Madhe, West Point në Shtetet Bashkuara të Amerikës, po mbi të gjitha këto janë akademi bazike për shkollimin e oficerëve të ri, po kemi faktikisht mundësi të dërgojmë gjitha nivelet e zhvillimit të karrierës, do të thotë edhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe në ushtritë që i përmenda prestigjioze. Në këtë aspekt, edhe unë kam pas fatin faktikisht që të marr pjesë në shumë shkollime dhe avancime të karrierës, duke fillu në qendrën Marshall në 2002 në Gjermani, që është një qendër amerikano-gjermane faktikisht. Atëherë kam qenë në shkollime në Britaninë të Madhe, në 2011 kam qenë në Shtetet Bashkuara të Amerikës në shkollim në Kaliforni, në shkollën e Marinës Amerikane, po kam bërë edhe Kolegjin Mbretëror për Studimet Mbrojtës, që është niveli më i lartë i shkollimit strategjik për ushtarak dhe nivele tjera faktikisht të marrëdhënieve ndërkombëtare, dhe ka qenë një mundësi e jashtëzakonshme që ndërtojmë faktikisht një kulturë të planifikimit strategjik në shkollime të tilla prestigjioze. Po pa diskutim edhe në vend kemi pas shumë trajnime dhe shkollime, trajnime dhe avancime faktikisht me KFOR-in dhe me shumë bashkëpunime tjera që kemi pas në vend. Pas momentit të daljes suaj në pension, domethënë pas pensionimit, ju mbani edhe më tutje gradën general, rezervë. I pensionuar, po. Kjo periudhë kohore, si duket, ishte një rast i mirë që ju t'i ktheheni aktiviteteve, por tash jo në fushën ushtarake, por në fushën e politikës. Dhe keni qenë kandidat për zgjedhjet parlamentare të vitit kaluar, nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Para se të dalmi në këtë pjesën që ma përshkruani pak, desha veç një pyetje pak a shumë base dhe emocionale. E patë vështirë prej një ushtaraku të karrierës të vesh petkun e politikanit? Apo ishte një diçka e bukur? T'ju them drejtën, ushtarakët shkollohen dhe përgatiten që të sfidohen faktikisht edhe në momentet të presionit lartë, edhe në momentet të papritura që duhet të mbijetojnë. Po, e kemi një kapacitet të tillë të aftësive, por t'ju them drejtën, kjo politikës ka qenë diçka që se kisha imagjinu. Do të thotë diçka e pa imagjinuar nga ona ime që është një realitet i tillë. U sfidova me shumë papritura, u sfidova faktikisht me një ambient që nuk i kisha njoft, por mbi të gjitha edhe me një situatë që ju futa politikës me një kohë jo të lehtë në zgjedhjet të jashtëzakonshme që kishim kohë të shkurtër dhe që nuk kisha kohë
që të edukohem edhe të veproj faktikisht. Po mbi të gjitha duhet ta marrim në konsiderat që bazuar në ligjet aktuale në Kosovë, ushtarak pensionohen faktikisht me moshë. Unë jam pensionu faktikisht në bazuar në ligjet që përmana aktuale, dhe me kërkesat e shumta që të vazhdoj shërbimin ndaj vendit, unë mora faktikisht këtë veprim, një veprim si që përmenda jo të lehtë, po me shumë kënaqësi që të tentoj gjithat kapacitet që Kosova ka investu në mu për gjitha këto vite, faktikisht për 27 vite pas lufte, tentoj t'ja kthej. Jam i gatshëm dhe do të tentoj të bëj më të mirën, edhe pse, si që thash, jemi me një situatë jo të lehtë politike në Kosovë, ku kërësimet globale faktikisht janë shumë të larta, dhe ku kërësimet globale faktikisht nuk kanë kufi. Edhe Kosova faktikisht është e rrezikuar nga gjitha këto kërësime që janë në rajone të ndryshme, edhe mendoj që ka impakt të jashtëzakonshëm edhe në sigurinë e Kosovës, sidomos lufta në Ukrainë dhe ajo që shohim për çdo ditë që Serbia lun një proksi ose një dorë të gjatën të Rusisë faktikisht për destabilizimin e Ballkanit dhe me të gjitha faktikisht destabilizimin e Kosovës. Pikrisht brenda kësaj situate të cilën ju shumë bukur e përshkruat, e ka komoditetin Kosova që të vazhdon me këto krizat politike dhe institucionale, apo çfarë duhet bërë në këtë drejtim, po pse jo dhe partitë opozitare? Mendoj që edhe shtetet që kanë një traditë të jashtëzakonshme të institucioneve të sigurisë, po edhe institucioneve në përgjithësi, nuk e kanë një luksuzit të tillë. Kosova nuk e ka fare. Unë mendoj që gjithë kjo kohë që na ka kalu pa një stabilitet politik dhe pa institucione faktikisht stabile, është një kërcënim i hapur dhe është një mundësi e jashtëzakonshme për të gjitha aktorët, shtetëror dhe jo shtetëror, që të instalojnë faktikisht sensorët e vet për mundësinë e destabilizimit të Kosovës. Duhet jemi syçel, sepse, siç e thash, edhe shtetet që kanë një traditë të vazhdueshme në demokracitë më të avancuara kanë probleme faktikisht me kriza të tilla. Por fati jonë është që kemi institucione të sigurisë, të ndërtuara me integritet dhe me kualitet faktikisht të kapaciteteve të testuara deri tani, dhe me një vlerësim faktikisht prej alatëve tonë, janë një garancë e jashtëzakonshme, po mbi të gjitha unë mendoj që ato institucione duhet të mirëmbahen, duhet të ndihmohen dhe duhet të fuqizohen dita ditës, që ngajherë faktikisht jemi duke harru një mundësi të tillë edhe një nevojë të tillë që ata njerëz në uniform duhet të gëzojnë mirëqenie, duhet të gëzojnë faktikisht mbështetje dhe duhet mos ta harrojmë që ata kanë edhe familje. Duhet ta kenë mirëqenie të nivelit të tillë që mund me të vërtetë të ndihen mirë në lëkurën e vet dhe mos mendojnë për mirëqenien e familjeve tyre, po të jenë të koncentruar me gjithë qenien faktikisht në shërbim ose në realizimin e detyrave që i kanë. Dhe mendoj që kjo është një situatë që nuk duhet ta harrojmë, që edhe brenda natës faktikisht mund të kemi një jo stabilitet të tillë që gjithë duhet të jemi të përqendruar në drejtim dhe jo të jemi të përqendruar faktikisht në problemet aktuale politike që dim t'ja sjellim vetes, që mendoj që mund zgjidhen, ose mendoj që kanë zgjidhje, ose mendoj që kemi praktika të mira deri tani që duhet të mësohemi dhe të ndërtojmë institucionet tona dhe të ecim përpara. A është pikrisht kjo arsyeja që ju u futët politikës, që të kontriboni pastaj në nivelet institucionale dhe vendimmarrëse të politikës? Pa diskutim, si që thash, Kosova ka investu në këtë kapacitet që kam unë sot, dhe përqendrimi im kryesor dhe synimi im kryesor është që këtë kapacitet dhe këto njohuri që i kam fitu tentoj faktikisht t'ja ofroj institucioneve tona. Unë pa diskutim që veten e një më së miri në fushën e sigurisë, sepse aty jam thjesht i shkolluar, por pa diskutim që kemi vetë jeta dhe pozitat që kemi ushtru në uniform, na mundsojnë faktikisht që të ballafaqohemi me situata faktikisht
çfarë vendi faktikisht është duke kalu. Me shumë kënaqësi do të thotë që tentoj të bëj edhe një argat mirë ndaj vendit me atë faktikisht që thash që mund t'ja vendit. General Hazrolli, e kemi edhe në kuadër të misionit tonë një pyetje që është shumë relaksuese, secilit musafir pothuajse ja bëjmë. Hobi juaj, e di se keni një hob të mirë. Po, unë kam pas fatin që krahas shkollimeve ose edukimit ushtarak, kam pas edhe edukim civil faktikisht, kam bë edhe Fakultetin e Kulturës Fizike dhe kam bë masterin e parë në shqiptari në shejtari sportive. Unë kam pas edhe hobi, po edhe dashuri të jashtëzakonshme, për shkak që aftësitë që fitohen në shejtari sportive janë ndër aftësitë kryesore faktikisht që i duhen ushtrisë. Sepse marr në krahasim, në qoftë se ushtari nuk ka aftësi që me një fishek ta zgjësoj armikun, por i duhen 100 fishek, do të thotë për t'ja sjell logjistika një kamion për të kryer veprim luftarak duhet t'ja sjell 100 kamion. Dhe është një ngarkesë shumë e madhe logjistike. Dhe snajperisat më të mirë dalin faktikisht prej këtyre aftësive, prej shqiptarisë sportive. Unë jam edhe kampion i Kosovës për 8 vite mas lufte, dhe sot jam edhe, ose që 9 vite jam edhe kryetari i Federatës Shqiptarisë Sportive. Kam pasion, po edhe kam dashuri faktikisht të sportin. Dhe mbi të gjitha është diçka që lidhet me gjenet e shqiptarëve. Mendoj gjatë gjithë historisë shqiptar krenarin më të madhe kanë pas faktikisht që shejtari mirë është thjesht shejtari mirë ose aftësi të jashtëzakonshme. Dhe mbi të gjitha ka qenë tritit e Shqipërisë që përmenden nga të vjetërit tanë, faktikisht ka qenë koha kur është tha faktikisht që nuk ju ka dorëzuar nusja mikut pa rrok shenjë. Dhe janë pagu shumë shtrejt, ose janë vlerësu shumë shtrejt shejtar, për me rrok shenjë mas mi shku ftyra faktikisht kryeshve. Edhe në popull një jetë kjo e ka vra shenjë kur bën një punë të mirë. General Hazrolli, faleminderit që ishit në emisionin tonë, ishte kënaqësi që u kishim këtu në këtë emision. Shikues të nderuar, me këtë po përfundojmë emisionin tonë, Fjala dhe Faktet. Musafiri i cilit ishte General Gzim Hazrolli. Faleminderit për vëmendjen, mirupafshim.